Kemi ndërprerë në këto momente rrjedhën normale të programacionit, jemi në zhvillimin e minutave të fundit sepse në GKK ka përfunduar seanca për verifikimin e masave për Belinda Ballukun dhe vartësit e saj. Të cilët në fakt janë lënë në fuqi, do të kemi edhe kolegun Sokol Dema për më tepër detaje, i cili që në orët e parë të mëngjesit ka ndjekur gjithçka ka ndodhur. Në fakt seancat edhe mbi të gjitha edhe ardha po mbritjen e ambientet e SPAK dhe të GKK-s të Gentian Gjylit, Eralde Lezi dhe Belinda Ballukut është bërë që në orët e para të mëngjesit. Sokol të përshëndes, në fakt orë të tëra janë dashur, jo përmendët besoj edhe nga rinisja e seancës më shumë se 3 orë. Janë lënë në fuqi, cilat ishin detajet e kësaj seance? Po Andi, prej më shumë se 3 orësh pra, tashmë ka përfunduar në gjykatën e posaçme rivlerësimi i masës së sigurisë dhe nuk ka ndryshuar pra vendimi që është dhënë më herët nga gjyqtari Erion Çela. Belinda Balluku do të qëndrojë pra e pezulluar nga detyrat apo ashtu edhe për e ndaluar për të lëvizur jashtë shtetit, një lloj siç masa e sigurisë arrest në shtëpi nuk do të ndryshojë edhe për 2 varësit e saj, kreun e ARSH-s dhe kreun e Kesh, të cilët do të qëndrojnë në arrest shtëpie. Patjetër që ka qenë një seancë me debate, ka qenë një seancë me argumenta dhe kundërargumenta. Mbrojtësit e zonjës Balluku dhe 2 varësit të saj kanë pretenduar, të paktën nga kjo e fundit, shfuqizimin apo cilësimin e masës si të paligjshme, pasi sipas saj nuk qëndronte si një masë dhe nuk mund të pezullohet pra në detyrën që ajo mbante, teksa nga ana tjetër 2 varësit e saj kanë kërkuar pra që të ketë një zbutje të masës së sigurisë, por pas më shumë se 3 orësh e gjysmë, gjykata ka vendosur pra lënien në fuqi. Nga ana e saj, prokuroria e posaçme ka argumentuar faktet që sipas SPAK duhet të lënë pra vendimin e gjykatës në fuqi për të mos ndryshuar masën e sigurisë, me argumentet se Belinda Balluku, duke qëndruar pra në detyrë si zëvendës kryeministre, do të pengonte pra marrjen e provave, mund të ndikonte për të kryer një tjetër vepër penale pra të ngjashme për së dyti, dhe nga ana tjetër po të lëvizte po të jepej pra drejta për të lëvizur jashtë shtetit, mund të arratisej dhe në këtë formë pra e argumenton faktin prej veprës penale nga 1 deri në 5 vite burg. Megjithatë, të gjitha argumentet që ka sjellë pra mbrojtësit e personave që janë tashmë nën hetim dhe për njërën pjesë pra të pandehur, nuk kanë bindur pra gjykatën që të ndryshojë masën e sigurisë. Zonja Balluku gjatë momenteve që ka dalë pra nga ambientet e gjykatës së posaçme, nuk preferoi të komunikojë me media dhe nuk ka thënë asnjë fjalë pavarësisht tentativës së medias për të marrë një komunikim apo për të kërkuar një forme një fjalë të saj pas dhënies së vendimit të gjykatës, pra i cili fillimisht ishte parashikuar të niste rreth orës 9 të mëngjesit, por në fillim të seancës u kërkua pra kohë për njohjen e akteve të plota dhe më pas gjykata shtyr seancën për të rinisur sërish rreth orës 11 të paradites dhe është pak a shumë 3 orë e gjysmë pra ka zgjatur seanca, e cila sigurisht ka marrë kohën e vet për ballafaqimin e argumenteve nga të dyja palët, duke dhënë pra një vendim që është krejtësisht i pandryshuar pra të dhënë ditë më parë pra nga gjyqtari Erion Çela. Sokol, ju e përmendët pak, po disa hyrje dalje bëri zonja Balluku gjatë ditës sotme dhe në asnjërin prej tyre, pra le të themi ishte në një farë mirakull e ftohtë, nuk është se dha ndonjë pronësim apo qoftë thoshte besoj edhe një fjalë. Ndërsa le të themi në situatë pak më tjetër ishin 2 varësit e saj që edhe për ata nëse i kujtojmë masa nuk ndryshon dhe në çmas janë ata janë shoqëruar me efektiv policie. Dhe janë ata që kanë mbritur në orën 8:40 dhe kanë dalë vetëm pak minuta më parë. Po, në fakt kanë qëndruar për rreth 6 orë pra në ambientet e brendshme të gjykatës së posaçme, fillimisht për rreth 2 orë kur seanca është shtyrë në një ambient të posaçëm pra që përdoret kryesisht për personat që janë në masë siguri arrest në shtëpi, por mund preferohet për qëndruar edhe në sallën e gjyqit, pra nuk pengohen nga ana e gjykatës. Ndërkohë, zonja Balluku ka preferuar që ato 2 orë ta shpenzojë jashtë ambienteve të gjykatës së posaçme, e rikthyer sërish pra në gjykatë, duke mos preferuar të jap asnjë komunikim pra me mediat, duke mos deklaruar asgjë. E njëjta gjë në fakt ka ndodhur edhe me kreun e ARSH-s Gjyli, i cili po ashtu pas daljes nga gjykata nuk ka dhënë asnjë prononcim për mediat, duke mos dhënë pra në lidhje me akuzat ndonjë koment. Po ashtu edhe vetë
avokatja e zonjës Balluku, po ashtu nuk ka preferuar të jap asnjë detaj apo një deklaratë për mediat në lidhje me të gjitha zhvillimet që janë kryer pra për më shumë se 3 orë gjysmë brenda gjykatës në seancën për rivlerësimin e masës. Thjesht sokol me detaj se këtu që është e vështirë sa është mbyllur. Seanca pak a shumë ka qenë një për të tre, me që besoj bëhet fjalë për të njëjtën çështje ose për të njëjtën ndosje, pra pavarësisht është edhe llogaraja edhe tenderi për unazën, njëri prej loteve të unazës së madhe këtu të kryeqytetit, dhe ju e përmendët pak që ka pasur le të themi debate, argumente dhe kundërargumente, që do të thotë mes edhe personave pra për cilët ka masë avokatëve tyre, por edhe gjyqtarit dhe prokurorit. Në këtë rast prokurori Dritan Premçin, mos gaboj? Po, në fakt ka qenë prokurori Dritan Premçi, i cili ka dhënë argumentat e tij përgjatë seancës për rivlerësimin e masës së sigurisë, që gjykata ta linte pra në fuqi atë çfarë kishte marrë si vendim disa ditë më herët. Pra zoti Premçi është shprehur paktën në veçanti për zonjën Balluku se duhej të vijonte masën e pezullimit nga detyra dhe pengimin për daljen e shteti me arsyetimin se po të qëndronte në detyrë, ajo do të ndikojë tek provat për marrjen nga ana e SPAK-ut dhe BKH-s, do të ndikonte për të kryer pak a shumë një vepër të ngjashme penale, pasi vijonte të ishte pak a shumë duke menaxhuar apo administruar punë të ngjashme dhe tendera në Ministrinë e Infrastrukturës, dhe po ashtu sipas tij mund të ndikonte pra edhe tek dëshmitar të ndryshëm, të cilët edhe në ditët që flasim pra janë në proces të marrjes në pyetje. Pra, me qëndrimin e saj në detyrë, mund të intimidonte edhe dëshmitar të cilët janë pak a shumë vartës të kësaj të fundit, dhe që praktikisht e argumentoi në këtë mënyrë që duhet vijonte pra masa e sigurisë. Po ashtu edhe si argumenti që kemi dhënë që më herët pra për sa i përket daljes së saj jashtë shtetit, dhe që duhet ishte bllokuar pra pasaporta, dhe që vijonte të ishte e bllokuar. Gjë që me sa duket ka bindur më tepër pra gjykatën për lënien në fuqi, dhe nga ana tjetër jo argumentet që sipas zonjës Balluku duhet konsiderohej pra i paligjshëm masa e sigurisë, gjë që nuk e bindi gjykatën në këtë drejtim. Mirë, faleminderit Sokol për momentin, sepse pas pak do të kesh një komunikim me kolegun Ertila Galliu në hapësirën informative të orës 15, ndërsa shumë shkurtimisht për ata që ndjekin në këto momente, ju bëjmë dije edhe një herë duke parë pamjet në vetëm pak sekonda se sot është zhvilluar, ka zgjedhur shumë fakt që në orët e para të mëngjesit e deri pak më parë seanca për verifikimin e masave të sigurisë për Belinda Ballukun dhe 2 varësit e saj. Për Belinda janë lënë masat në fuqi që GKK kishte dhënë 2 ditë më parë, për Belinda Ballukun e pezulluar si zëvendës kryeministri dhe ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë dhe pengimi për dal nga vendi, akuzohet për shkelje të barazisë në tendera, dhe se në tenderin e llogaras edhe të unazës së madhe loti 4 fituesit janë paracaktuar, ndërsa është lënë në fuqi po ashtu edhe masa arrest në shtëpi për 2 varësit e saj, Gentian Gjylin, kreun e RSH-s dhe Raldelezin, kreun e Kesh korporatës elektroenergjetike shqiptare. Shkullën këto me së bashku, pak publicitet, qëndroni me Report Televizion, më herë pas pak vjen hapësira informative orës 15 me kolegun Ertila Galliu. Ju uroj shikim të këndshëm.